erdha unë këtu në Itali, buri pasaj punonte me prostitutat e futën në burg. Mbas lindjes vajzës dytë zbuluam neve që kishte tumor Elisabeta. Se smundja era vajzës tonë. Nga kjo, se gjithë lotët e atyre vajzave, gjithë lotët e atyre nënave që nuk gjejnë vajzat e tyre që kur punojnë në rrugëve. Prostitucioni është gjëja më e vështirë. Kur unë pasaj bëra Perim Gocon, gjeta burin krevat me rumenet për shembull andej tek. E tha jo, tha kjo se s'mlet me punuar andej tek. Po pse gruaja ti thot burit shko ti puno me prostitute. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, do të lidhemi me një nën, ajo është nëna e 4 fëmijëve, quhet Anila, e cila është larguar nga Shqipëria, le të themi në vitet e para të demokracisë së drejtë Italisë, pasi kishte probleme me vajzën e saj të vogël, por vajza fal Zotit ja doli, mundi të përballonte atë sëmundjen e rëndë që u shfaqi në trupin e saj të vogël, por problemet e tjera Anila i pati me bashkëshortin e saj, i cili u bë tutor i shumë vajzave shqiptare në shtetin italian. Ajo sot do rrëfejmë me detaje historinë e saj dhe për të dhënë një mesazh të fortë për të gjitha ato nëna të cilat nuk duhet të dorëzohen në momente të vështira kur ato ndodhen përballë një bashkëshorti të padenj. Kështu që hapritaren dhe ftoj menjëherë sonjën Anila. E dashur Anila, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Padova, nga Italia. Uroj të jesh mirë. Edhe juve gjithashtu. Më ke dërguar në Messenger, mos gaboj, një mesazh. Okej. Dhe ruajta numrin tuaj. Ju keni një problem? Nuk e di, nuk jam një orende me problemin tuaj. Jo, unë nuk kam asnjë lloj problem, por duke parë gjithmonë videot, për shembull, nuk e di a bën për punën që bëni juve, kur gjithë gratë qahen kush ka ikur në kurbet, për shembull, që është ndjer, ka qenë e detyruar me qenë prostitute, ka qenë e detyruar jo nga problemi i burrave, nga këto. Edhe unë po thosha nga jeta ime, flas vetëm nga jeta ime. Thash, mua jeta më përballoj me çdo lloj vështirësie, që nga dita kur linda vajzën në Shqipëri, për shembull, edhe deri kur erdha këtu, se kur erdha në Itali, erdha se kisha vajzën të smur me tumor. Për shembull, kupton? Si është vajza sot? Vajza është mirë, po kemi kaluar për shembull gjithë ato lloj probleme, edhe duke ardhur në Itali, për shembull mendova se do kisha dhe burrin mbështetje këtu, për shembull, edhe ajo merrte me punë pisliqe, me çdo lloj gjëre, për shembull, kupton? Edhe them unë, po pse me arritur neve gratë, ne vajzat, ne bia shqiptare, për shembull, me arritur deri në atë fund kur thonë për shembull që kanë ardhur në Itali, i kanë qenë të detyruar nga burrat me punuar si prostitute ose çdo lloj gjëje tjetër. Kjo... E dashur, sigurisht unë të falenderoj që më more dhe për të dhënë mesazhe të forta për të gjitha ato gra që ngelen situatë rruge. Me sa po dëgjoj, ti ke qenë një grua e fortë që pas ke kaluar shumë peripeci në jetë dhe ke mundur t'ja dalësh. Për çdo lloj gjëje, edhe emancipimi, për shembull, kupton, kur erdha unë këtu në Itali, buri pasaj punonte me prostitutat e futën në burg, unë arrita, për shembull, e nxora dhe nga burgu, i çoja, u lidha pasaj me një martesë tjetër këtu me një italian, për shembull, u lidha, po jo për veten time, mora burin akoma dhe më të madh për vete, sepse kisha vajzën e smur, kisha dhe një vajzë tjetër, edhe kërkoja vetëm një njeri të mbar ku unë ti mbështesja vajzat e mia, për shembull nuk pas veten time që doja një djalë të ri, se isha 25 vjeç për shembull kur erdha këtu. Edhe me gjithë atë dhe me martesën që bëra, arrita i çoja vajzat e burgu, që vajzat ta njinin babin e vet, për shembull, origjinën, edhe kam qenë edhe ndoshta kam qenë edhe njeri me fat të madh, lutem Zotit edhe nga kjo, për shembull, se edhe burri nuk më ka ndaluar kurrë me më thënë mos ik me çuar, për shembull, sa i t'la me fëmijë ndej këtej, për shembull. Kam kaluar një jetë që kur t'i ardha ajo, nuk e di, është një deputete me mbiemër Topalli, kur e dëgjoj historinë duke folur gjithë shqiptarët që banojnë këtu. Josefina Topalli. Bra, kur erdhe që gjithë shqiptarët po i tregonin historinë time këtu, më thoshte Manila je një heroin, një burnes, më thoshte mua. Edhe unë them për shembull, që pse këto gratë me arritur këtu.
edhe ku ndahet njeriu, edhe kur erdha në Shqipëri për shembull gjithë mendonin, edhe Vjera këtu mendonte, do iki çuni tani në Shqipëri do ma vrasin andej këtej. Nuk ishte vërtet fare, sepse unë shkova me burin me kalamajt, shkova atje për shembull, edhe kur ish buri im nga Shkozeti, nga Shkozeti, ish buri ishte me gjithë një tjemën e vet në makinë, ata ai ndaloi makinën, edhe ishte mesa brenda në makinë, edhe Vjera i thoshte, mos zbriti pse po zbret. Ai tha, se ajo mi ka rritur vajzat, tha, edhe mi ka dërguar gjithmonë te burgu me takuar vajzat. Edhe ka përshëndetur dhe burin tim ja ka dhënë dorën, i thot, faleminderit që mi ke rritur vajzat. Edhe them, pse Shqipëria sot është po shkatërrohet akoma më keq, se që tani për shembull ka akoma më lirësi. Unë të flas para 30 vjetëve, se 30 vjet që jam këtu. Edhe arrita unë vetë me punën time, me djersën time, kam fletur dhe për jashta. Ti nuk e imagjinon dot jetën time. Unë kam fletur me një fëmijë 5 vjeçe, me një shtëpi të vjetër aty, si për mos me arritur, me qenë mos me marrë një rrugë të keqe për shkak kuptona? E dashur Anila, më lejon të pyes sa vjeç ishe kur erdhe në Itali? Unë kam qenë 25 vjeçe kur kam ardhur në Itali. Por bashkëshorti? Ai ka qenë 2 vjet më i madh se unë. 27 vjeç. Ju sa vite kishit martuar bashk në atë kohë? Atëherë neve lindi Elisabeta, pastaj mbas një viti pata dhe vajzën tjetër Saro, no? Edhe ai u nis me to eksodet që patë ndodha atëherë në Shqipëri. Në 90. Unë nisi erdhi këtej. Pastaj kur linda vajzën e madhe e kthyn direkt, se gjeta pa dokumenta e kthyn ata. Pastaj lindi vajza e dytë, mbas lindjes vajzës dytë zbuluam neve që kishte tumor Elisabeta. U përpoqëm atje në Tiranë mos bëni në gjë, po në Tiranë nuk bën. Sa vjeç ishte Elisabeta kur ju shfaq masa tumoriale? 3 vjeçe ishte vajza. Ku e kishte? E kishte në veshk. E kishte. Edhe një gjë edhe ajo për shembull që them unë te spitali në Tiranë kur e patëm të shtruar gocën atëre, neve na shpëtoi për një jeta asaj, Zoti i madh. Unë nuk jam as e baptizuar, as muslimane, jam rritur me gjyshe muslimane, me nënë katolike, se Kohen Beroçës atëre nuk lejonte për shembull që ishte ateist. Edhe kur e çuam Elisabeta në spital atëre patën bërë transfuzionin e gjakut, mu fry goca se kishin ngatruar grupin e gjakut të vajzës. Kemi kaluar një natë atëre dhe pastaj vetëm fakti për shembull se unë edhe burri kishim të njëjtën grup gjaku për shembull kupton, e që shpëtuam. Pastaj bëm 6 muaj lart e poshtë në Tiranë, edhe ka qenë një italian që punonte në Shkozet, ai na ndihmoi pastaj që mora vizën për po kur unë kam ardhur këtu, kur flasin gjithë shqiptarë që thonë është i vështirë kur beti, unë e kuptoj, unë kam ardhur me një fëmijë të vogël që akoma dhe më keq. Unë kam ndetur një vit në spital në Ancona, për shembull, se dhe keq me thënë që bënin eksperimente, po nuk ja dilni dot për shembull si me zgjidh problemin e vajzës për shembull, kupton? Kurse burrin e kisha këtu në Padova, ai banonte këtu, brillte, bënte jetën e vet. Unë nuk e dija çfarë jetë më priste përpara, kupton? E dhimbshme dhe e tmerrshme, e dashur Anila. Anila, por më lejon të pyes, nuk dua të të ngacmoj shumë për plagën e vajzës, sepse unë dua çdo gjë. Jo, edhe kjo është një krenari për shembull, më ndihmuar dhe çdo lloj nëne për shembull kupton. Unë humba dhe motrën para një viti, për shembull me të njëjtë smundje, edhe nuk arritëm dot. Edhe du për shembull që më qenë edhe shpresë për çdo lloj nëne. Kupton? E qartë, e kuptoj qëllimin tënd që u lidhe me mua dhe sinqerisht falenderoj nga zemra, por vajza fal Zotit është mirë. Po, tani është mirë, ka probleme, po paktën jeton që 30 vjet që ka bërë aperimin, jeton, edhe kjo është gjëja më. O Zot të ketë jetën e gjatë. Edhe di pse jeton edhe kjo, për shembull, që unë tani kur bëj analizë vetes time, për shembull jetës time, them unë shpëtova dhe vajzën, sepse duke mos marr asnjë lloj leku, asnjë lloj mbështetje nga burri që çonte vajzat, që çonte si prostituta në rrugë, tashon fëmia ime nuk duhet me u mbajtur me këto lek. Edhe kam hëngër te suorat, kam ndetur te ato për shembull.
Si, edhe kjo them nga forca ime që nuk pranova asnjë lloj leku nga izburi, e ma ndihmoi dhe vajzën time. Se unë i thosha atit, se smundja i ra vajzës tonë, i ra edhe nga kjo, se gjithë lotët e atyre vajzave, gjithë lotët e atyre nënave që nuk gjejnë vajzat e tyre që kur punojnë në rrugëve, kur prostitucioni është gjëja më e vështirë. Nuk e di, unë se kam provuar, po vetëm kur kam parë ato gratë, për shumë ato vajzat, ato nëna. Mallkimet që bëjnë nënat për vajzat e humbra, të bien tek ata persona që e bëjnë atë veprim, dhe jo te fëmijët që janë të pafajshëm. Fëmijët... po, ta qonë e herë, për shumë, zemra atyre njerëzve, ja qonë aty ku të djegë, ku të dhimbset më shumë, për shumë, kuptonë? Gabimet e të rriturve nuk kanë faj fëmijët, janë të pafajshëm për gabimet e prindërve. Por ti e ke menduar dhe këtë gjë që lotët atyre nënave, mallkimet atyre nënave... Sigurisht me që nënë për veten time, për fëmijën tim, për shumë, kuptonë? Dhe të besoj. Por, e dashur Anila, ti si e njohur me partnerin tënd, me dashuri apo mbledhëri? Jo, neve u patëm njohur se banoni më afër, edhe unë isha shumë shoqë ngushtë me motrën e këtij, për shembull. Edhe as një muaj, as 2 muaj, direkt për shumë që u lidhëm, u bëm bashkë, pastaj bëm martesën, pa ta ngel edhe 7 zane e që u martuam, po nuk them që ka qenë një jetë e thjeshtë, se nana ime, gjyshja ime, ramet pas në emi qanë nga qamëria, gjyshja ime thoshte, kush është mësuar me punë në vendin e vetë, i hap rrugë vetes kudo që tjetë, për shembull, se dhe në Shqipëri nuk ka qenë e thjeshtë, kur unë pasaj bëra perim gocën këtu, e zbulova që buri, e gjeta burin krevat, për shembull, me rumenet, për shembull, ande këte kam heq, edhe këtu akoma më keq, edhe u ktheva në Shqipëri, se thashu një co bukun e hajnë shpitimet, paktën aty kam njerëzit e mi, për shembull, fati im ka qenë edhe që kam pas prindrit afër, për shembull. Edhe u ktheva në Shqipëri. Duke kthyer në Shqipëri, unë banoja te shtëpia e këtij, kisha një dhomë. Ajo dhoma për mua ishte dhomë gjumi, dhomë për me lujt kalamajt vajzat që kisha të vogla, dhomë për me gatuajtur, se pasaj fillova dhe fillova punë në roba qepsi, drita s'kishim. U çoja natën në orën 2 të natës që gatuja bëja bukën për kalamajt, për shembull, që paktën isha në punë edhe kishin për me hangër. U ktheja pasaj se unë kam qenë edhe responsabile përgjegjëse te puna, se kur vinte puna nga Italia, unë do të nxirja kampionin. E që makinetat e Taljakucit këto që janë, e mizurat do ishin gati për nesër në mëngjes, për shembull kur vinin ato. Edhe mbaroja punën e në orën 10 të darkës, për shembull, kupton? Me drita, me gjithë ato hadhe, me gjithë ato, edhe kur vjen fundi, them unë, ja dola. Edhe Shqipëri që isha, kërkova si për shembull që i risja kalamajt. Të besoj, dukesh që je një grua që ke luftuar fort për fëmijët e tu dhe bravo, je një shembull shumë i mirë për gjithë ato gratë të cilat ndodhen në një situatë të vështirë dhe ndonjëherë dorëzohen, ngren duart lart. Po jo, nuk duhet me dorëzuar, sepse unë kur ndava nga buri, unë kur ika nga Shqipëria, kur e pash që ai më bëri gjithë këto, pastaj çam bërën mua, kur isha unë te shtëpia e këtit, më thoshin mua këto motra e madhe, fliste me tjatin, do e nxjerrim nga përjashta. Unë kam pas mbështetje aty, vetëm kunatin ka pas, kunatin me nusen tjetër që ishim moshatare neve, edhe kam pas vetëm ato mbështetje, më çdo më mbante mua kunati, se kishte familjen e vet, për shembull, kupton? Edhe këto thoshin si ta nxjerrim neve, e pata incizuar dhe atëre, për shembull kur fliste kunata në jetë, pata thënë edhe kunati, thashon dëgjoj, thashon, unë nuk jam njeri për shembull me jetuar këtu si kafshët, për shembull me thënë, do e nxjerrim sot, do e nxjerrim nesër, shtëpia është jona, shtëpia është. Se ky çfarë bëri pastaj, çfarë bëri buri? Kur e pa ky që unë u ktheva në Shqipëri, i tha, ishte dita 31 dhjetor, se goca vogël ka lidhur me 31 dhjetor goca dytë, edhe unë e prisja që ditët i bote urimin vajzës, ai na mori në telefon, se s'kishim telefoneve, shkonim te komshia, edhe shkuam neve në telefon aty, më thot mua ti hik të shtëpia jote, tha se unë kam grua tjetër ky. Edhe unë mora gjithë kunatin, se sa do me qenë. Mora kunatin, unë shkum atje, tha, po pse më goni pse po flet kështu? E tha, jo, tha, kjo se s'më me punuar ande këte. Po pse, gruaja ti thot burrit, shko ti puno me prostitute. E pastaj mirë tha çojte në të shtëpia vet. Mirë, se unë hiqe me këmbë mia, nuk është se do më merrte ai, do më çonte mua. Edhe unë në atë kohë u pranova.
dita aty te shtëpia e tyre, çfarë bëra pastaj nëpërmjet një avukati, kërkova letrën e ndarjes, për shembull me bërë ndarjen thuhet në Shqip apo jo. Më fal ndaj se ngatroj. Bëra ndarjen gjithë ato, pastaj goca u smur prap, kishte nevojë për mjekime. Unë pata lidhur me asistencë sociale me ato të spitalit, ku të mbështesin për shembull për probleme smundje. Më doli viza prap. Edhe u ktheva një të bërë letrat e ndarjes, një të vë gjitha letrat, kopjet e ndarjes të Komoja, të zyrtari Komos aty, edhe unë i thash atyre gjithë, i thashon se unë po iki për në Itali, i thashon këtyre, se si mori mendja që unë kisha bërë ndarjen. Pastaj atë që më tregonte punata që kur dola unë nga shtëpia, këto kishin ikur direkt te dhoma ime me pas se punata ishte treguara se Anila ka bërë ndarjen për me ikur. Jo, nuk është e vërtet, pastaj kur pan letrat aty, letrat e ndarjes. Pastaj kur erdha në Itali unë, u lidha me një shoqen time që më mbajti gati një avaja, se gjithmonë ishim se njifte ky. Për shembull, kupton? Unë kisha parë herën e parë këtë me një fëmijë të vogël siç unë isha me Elisabetën, me vajzën time, edhe me burrin. Edhe mendoja kështu unë, edhe kjo banonte në Padova dhe kjo. E mirë, kur vin pastaj këtu, shikoj unë këtë kjo ikte, u vishte ndarke ta ndekte. Edhe i thosha unë, po ti ku po ikë? E tha, jo, tha ndekte ta se me punuar, tha kjo, se burri im nuk punon, tha është depresion. E ti çfarë bëni tha, kësaj, tha prostituta. Po kjo shkonte vetë kjo. Me dëshirë. Kjo shkonte vetë. E kuptoj. E mirë, çfarë bëjnë atë kohë? Shkojnë këto e fusin se herën e parë e patën futur burrin kur sa pati bërë aperimin Elisabeta, e patën futur burrin në burg. Edhe unë isha me një shtëpi akoljencë aty. Edhe më merr një avokat mua nga Modena. Edhe më thot mua që kështu thot ka unë s'di as italisht me fol në atë kohë për zotin. Edhe flet një çun shqiptar ky nga Tirana, më thot mua kështu ka rënë atje. I thashon hera parë që mora vesh unë që ky po bënte me prostitutet me këto. Qa me botani, më thot ma ky tha duhet me bërë një deklarat nga kjo goca, edhe me filmuar. E ku me gjetë unë, s'kisha asë një gjë, unë jetoja të surat, njëfton që kisha një vend me flejtur për shembull, edhe për fëmijë se shkoja në këmbë me çuar me bërë kemioterapi Elisabetës në atë kohë. E mirë, flasun me një gocë që vini volontariatet atje, më thot mua kjo, po dhe që Tanila t'ja pun një telekamër, më thot mua kjo. E mirë, u s'di as nga u binte Modena. Edhe më merë ky çuni, më thot ma pre biletën, thot të trenit edhe atje. Më priste ky në orën 11 darkës, ky çuni nga Tirana. Edhe më thot ma ky thot dorimi çik këtu thot se s'kemi ku t'ikim. Për çaj thashon këtit. Jo tha dorim tha ky andaj këtej. Ky priste tani që ato gocat lini punën në orën 3 të mëngjesit, se vini pasaj te ky bari këtu, ku do takonin. E mirë, pastaj mora vesh unë kolegova që këto gjërat kështu andej këtim, edhe kur vjen kjo goca. Edhe na thot këtunia tani duhet ikim me një vend tha. Këtë gocën e trafikon dhe burri juaj, kjo që do të takoje ti. Unë nuk e dija, prit tani. E mirë, më thot ma ky po me bërë atë filmimin thot, nuk lejohet këtu te bari, thot po do ikim në një vend tjetër. Unë kisha vetëm sigurinë se nga burri shqiptar kur thot mos ki merak se shoku im ky për shembull në atë kohë vetëm fjala për shembull ndikonte më shumë. Edhe thashon hecmo po ikim. Edhe na çon nisi rrugiç kështu me pylla ndaj këtej. Edhe kjo goca, pastaj kur bëra me këtë gocën unë thashon jam edhe çik më sigurt se thashon mos po më gjen në një gjë dhe mua thashon tani. E mirë, shkoj me këtë gocën atje, edhe më thot mua ky çuni tani mund ta bësh ato videon ku kjo goca deklaronte se ky çka kishte bërë i burim. Kishte shkuar në darket, i kishte thënë kësaj, i kishte shajtur në Shqip kësaj gocës, i kishte thënë hikte dhe i kishte shtyr këtë gocën që të vinte, ky kishte rumene se ky punonte me rumenet, e që të vinte ato rumene në vendin e kësaj. Edhe kjo shqiptarja që kishte bërë pasaj kishte bërë denuncë këtit. Edhe kjo kur shkova unë pasaj a dite, tha mua më vjen keq, tha unë nuk e di ata që ai ka qenë i martuar me vajzën edhe problemin e vajzës, ajo është kreta, guarda nuk e harroj kurrë, ka qajtë unë tha, po ta bëj tha vetëm për ty më tha mua kjo. E mirë, mora unë kasetën një t'ja çuar te avukati unë, doli ky mëj, i pa fajshëm. Edhe do jepte se ti e ndihmove burrin që të dilte nga burgu. Po, atë kohë, se di, nuk e kuptoja për shembull, thashon se ky më thoshte mama kanë bërë këto tjerët. Kuptona?
Pastaj kjo goca ma shpjegoi mua, më tha, unë e kam bërë, ndodhi kështu, se ky do merrte, kishte të fejuar, tha, atë rumenen. Kupton? E mirë, që bën pasaj del ky i pafajshëm, kjo më thashë do vinte buri në shtëpi, do më merrte mua, s'do më linte më tesorat. E më thot ma jo, thot se s'kam ku të çoja ndej këtej, më thot mua ky. Edhe vinte ky gjithmonë mas vite na takonte aty. E mirë. U mërzita unë atë kohë, se pasaj mbas një muaji e gjeta në shtëpi këtë që flinte me një rumene, unë isha me gocën në spital që bënte kemoterapi, nuk dolëm dot, nuk u kthyem dot neve atë natë në shtëpi. Edhe të nesmen unë për me marr çantat, i thashëm po Elisabeta në këtu me ato volontariatit, edhe po shkoj me autobus po çoj, se mora këtë në telefon su përgjigjte ky. Mora te shtëpia ku banonte, nuk u përgjigjte. E mirë, shkoj unë te shtëpia, gjej gjithë mbyllur taparelat ato. Edhe kur dal aty, më thot, dëgjoj, thasun emër, asnjë s'm përgjigjet. Shkoj te dhoma gjumit tonë, ishte gjithë errësira ndej ti. Edhe goca ime s'ka pas flok, edhe kishte një paruke që vinim kështu për shembull që mos të ndjete veten. Edhe i thash, edhe kishte edhe një kukull, kjo Çiçobelo ja vinte edhe kukullës në herë. E thash, uaj, thashon pas ka fletur gjumë me thash kështu, kyçja mi pas ka fletur gjumë me kukullën e vajzës, sa i mungojmë. E mendova kështu. E jap një të puthur, kur e jap një të puthur, lëviz ajo koka e kukullës. E të mërshme. Po shikoj unë aty, hap aty, ndis dritë, nuk ishte me një rumene, me një bionda aty, kishte marrë gjithë lodrat e gocës, llogarit e ti, një fëmijë që jepshin gocës gjithë kuka, ishte mbushur lloma plot me kuka, ky kishte marrë, kishte futur në mbrapa divanëve, shkoj te banjo aty, për shembull që ishte shapo, ishte ku mbaja gocën, për shembull që laja çdo gjë, për shembull kuptona, ky kishte hequr komplet çdo gjë. Edhe unë aty pastaj bëj, jo si e çmend, po si çdo grua, për shembull me gjithë ti vajzën e ke spital edhe merresh me Dhe fillova duke bërtitur. Kur fillova duke bërtitur aty, ai ma dha një shpull herë pas e kështu s'ka pas vënë dorë asnjëherë burri, ma dha një shpull mua ky. Edhe unë ika pastaj mora rrugën këm nga një vend me ikë në spital Padova. Se aty pastaj këto më çuan te shtëpia Kolience e gjithë muhabeti që ndodhi. Kur e nxora nga burgu që do merrte edhe lekët, vinte vetëm sa na takonte. E kuptoj që kur ti e ke kapur me një tjetër grua je ndier keq, por ai përveç se të goditi, u largove ti apo u largua ai me rumunen? Ika unë nga ajo shtëpia. Ika unë se ky më tha mua vaj e via, më foli në italisht për shumë kupton, edhe ajo tjetra pas e fliste italisht unë se kuptoja dhe aq mirë se s'kisha as një vit që isha për shumë në Itali, kuptonë, nuk i kuptoja fjalët e këtyra dikte. Dhe mora rrugën unë i ka në këmë, që do bëja unë ma aty pastaj. Edhe aty, pastaj më ndihmoi një asistent sociale që më çoi te kjo shtëpia këtu. Pastaj ky kërkonte që të vinte andej këtij. Pastaj një herë tjetër ç'a bëri, kur u lodha unë atë jetën aty që goca e morin çik veten, thashun po kthehem në Shqipëri që tash çfarë. Edhe e marr burrin telefon, më thot ma, unë nesër do iki tha Venecia. Unë mendoja se Venecia ishte 3 orë, 4 orë, unë tani kam kuptuar Venecën që ishte për shembull 20 minuta nga Padova. E mirë, edhe i thashon, ta marr një mas vite i them këtyre gocave, po i them unë e kam vendosur do iki. E mirë më thoj ma këto, shkojmë te gabinat se s'kishim ka pas as telefon, shkoj te gabinat aty më përgjigje një gocë. Edhe i them unë kësajt, goni, kjo thot, goni im tha ka iku me shokun e vet, thot kjo me Rasimin. Unë e njihsha këtë Rasimin. Aty për aty unë e ndrova, i thashon, guarda se jam një shoqë Rasimit, i thashon, po kam ngel te stacioni trenit të Padova, s'di ku tiki. Prit më thot muve kjo italisht se kuptoja dhe aq mirë, se vinë të marrin. E mirë, një të shkuar unë te stacioni trenit në orën 10 të darkës aty, edhe unë do nisja ditën e nesme në orën 6 mëngjesit. Edhe ula aty këm kryq unë te stacioni trenit aty se isha bërë mo deri këtu nuk mante ma. Kur shkoj aty unë, vjen ky me gjithë shokun e vet, nuk nxjihet në fytyrë. Edhe pse edhe aty e mora fajin unë, sepse unë grua mora autobusin që këtu janë rrugët akoma më të sigurta për shembull si në Shqipëri, mora autobusin nga Durrësi me ikur deri në plazh për shembull,
që autobusat janë plot me njerëz, janë të rregulla me çdo gjë, pse ke dalë ti jashtë nga shtëpia, që unë isha jashtë që 1 vit e gjysmë unë që isha jashtë me një vajzë për shembull që mbritja nëpër rrugët e Italisë për shembull, ose kur shkova që e filmova ato gruan e gocën e hujt shkretës aty me një burr të huaj gjithë natën që kam ndetur për shembull, aty nuk isha jashtë unë. E dashur Anila, por në momentin që ti e kape që ai po tradhtonte, që mësove që merresh me prostitucion, ti vendose ta ndaje, në atë kohë vendose ta ndaje, ta divorcoje? Po, ndava unë, ika, u ktheva në Shqipëri, unë aty pastaj kur ky më tha se unë pas hajs më për hatrin e fëmijëve, andaj këtej, se duke parë dhe jetën këtu, më erdhi në mendje një diçka, kur erdhi ky herën e parë nga Italia, si gruaja që takon gruan për shkakun shkon dhomun, hiq një trikeleshi unë, hiq një bluzë, që se s'kishim ne atëre, kemi qenë të varfër, nuk kishim me ngrohur andekte. Edhe më thoshte mua ky tha, po ato gratë atje ta rrin vetëm me një bluzë. E tash po ne jemi në Shqipëri, nuk është se kam kaloriferet, kam ngrohtësi për shkak. Edhe tani e kuptova, tash ky nga këtu unë jam dedikuar gjithmonë vajzës, edhe ka qenë i detyruar ky si burr me ik me një tjetër. Po tani kuptova çdo lloj gjëje, se ky shkonte për shembull me rumende, ti shkonte që i nxirrte për lek për shembull, kupton? E qartë, e kuptoj. Por pas divorcit e dashur Anila, ti mbajte kontakte me të? Për hir të vajzës? Unë pas ndarjes, kur e bëra ndarjen, unë erdha në Itali, aty pastaj filluan këto vjeri, kunata, gjithë këto, sepse këto morën vesh, nuk e di kush i pati quar një letër, edhe thoshin që e pata futur unë në burg. Se shteti italian çfarë bëri pastaj, e kapën prap këtë, masi e nxora unë herën e parë, e kapën prap edhe i dhanë ato vite që pata shpëtuar unë, edhe i dhanë e tjerat këtit. Edhe këto tani në Shqipëri thoshin gjithmonë që e kisha futur unë. Çfarë bëra pastaj? Në atë periudhë unë bashkë fillova jetën time, tash do bëj çmos me filluar jetën time. Kur te kjo shoqja që ishim këtu neve, kjo nuk mund të më mbante më, se më thoshte mua nuk të mbaj dot më, se atëherë për shembull kur ishte burri që ishte aty, kjo i njifte se u merrni të gjithë me këtë lloj ashtu. Ishin 2 çuna këto nga Dibra, këto çunat, edhe më thoshin mua Anila, thotë, po dhe ashtu të ndihmojmë neve, më thoshin mua këta. Edhe më sollën me një shtëpi këtu kur rinin edhe këta. Po këta gjatë beharit ikën në Shqipëri këto, se iknin për pushime. Po do kthenin pastaj. Edhe unë ku do rija. Edhe më merr mua prap një shqiptare tjetër, kjo nga Rashbulli i Durrësit, edhe më thotë mua, kishte edhe kjo 2 vajza. Thash unë me 2 vajza, i thash unë gjëja më ashtu. Edhe shkoj unë këto edhe banon akoma kjo ku banoj unë këtu afër. Edhe më thot mua, hajde banojmë. E mirë, shkova unë aty, më thot mua, më ndihmo për punë të shtëpisë. Ne jemi një koqire, ti e din se jemi neve gratoni, thash unë janë zora, ja shkon ta shtëpinë, unë kësaj ti bëja për me gatuar, andaj, tha jam e kënaqur, tha ti le edhe kalamajt. Edhe kjo të njëjtën gjë bënte. Pastaj kur i thot të goca vetë, i thot, "Ua se mami ime ndarket nuk është në shtëpi." E shkon punon, thoshe mos e punonte me plakat për shembull, kupton? Edhe pastaj kjo thoshte, pati si një shokun e vet kjo në shtëpi, edhe më thot Manila, thot, këtu në Itali, thot, është shumë vështirë, më thot mua kjo, tha, se po nuk punove, e ç'a puni, thash unë, po ja, tha, unë punoj, tha, ndarket, tha, i lejm kalamajt me Lori, tha, po deshe, tha, me Lori se qunte buri kësaj, i lejm kalamajt me Lori, tha, dhe i ikim. I thash unë për këtë punë kam lënë një burrë, i thash kësajt. Megjithatë, i thash të falenderoj për atë ditë që më ke mbajtur këtu. Ka marrë gocën në krah me një çantë, se në atë kohë ata çunat nga Dibra, dy vëllezërit nga Dibra punonin me një kushëririn tim që punonte këtu me një ditë ndërtimi. Edhe kishin këtë pronarin që ishte ndarë nga gruaja ky. Edhe më thoshte Manila, thosë shumë njerëz i mirë, andaj edhe kushëriri më thoshte Manila guarda. Edhe unë thash me 2 fëmijë që jam, i thash unë, paktën më mirë shikoj një njeri të mirë për vajzat se sa për veten time. Kuptona? Edhe dilshim neve ka jemi Marko, dilshim me Marko, neve pinim në një kafe andaj këtej, më thoshte Marko, do qofse ti vendos me nejt me mua, thoshte, më tregoj një shtëpi të vjetër mua ky. Edhe mirë, e mbaja mend atë shtëpi vetëm një herë kisha ikur me makinë. E mbaja mend. Edhe kur më thot ma kjo shoqja ime, thot Onila duhet me punuar ndarket, thot natën andaj këtej. Edhe unë një të marr gocën në krah, një t'i kubinte një shija natë që nuk e harroj kurrë. Po gocën tjetër ku e kishe në atë kohë? Gocën tjetër? Goca tjetër ku ishte?
Goca tjetër leti 3 vjet në Shqipëri, goca tjetër me mamin tim. E qartë. E lash aty se kishte 1 vjet që ishte Sara. Dhe ajo e një dhimbësuri e madhe guara që nuk e Të ka. besoj. E mirë, një të marrë Elisabeta në krah, unë një tikur te kjo shtëpia vjetër. Pa dy e pa dritare. Edhe kështu e kam mbajtur gocën në prër gjithë natën që kemi fletur, pastaj të nesmen kam ikur në pjacë aty, përballë komunës, edhe më shikon një grua ku banonin këta shqiptarët, më thotë mami Elisabeta se doni shumë gocën time. Hajde ikim bashkë, thoshte kjo në komunë të ndihmojmë me bërë diçka, se ja tregova unë kësaj ti tash unë kështu. Jo ta leta, jo cop tha ajo gru ka marrë rrugët ande këtej. Të ndihmojmë neve, më thotë kjo. Më thoi mua te sindako te kryetari i këshillit për shembull që është këtu. Edhe ky më thotë mua do lek ti jap lekë tash unë s'kam nuk du lekë tash unë du një mbështetje i tash unë edhe që të gjej një punë i tash unë këtej. Edhe i thotë kësaj gruas, thotë Daniela, thotë ti ke dëshirë ta ndihmosh, po thotë kjo mjafton që ju të jepni leje, thotë e marrë me gjë se duke pas një fëmijë të vogël, do lëvizësh nëpërmjet asistensë sociale. Edhe ky tha që mos lëvizim asistensë sociale me krijuar një problem tjetër, tha, se ti mjafton që e merr te shtëpia jote, edhe kështu që jep edhe një rezidencë diçka. Edhe kështu vepruan, për shkak që më mori kjo zonja, pastaj u lidhëm me burrin, u martuam ande këtej edhe çdo gjë. Me Markon, mos gaboj. Po me Marko. E pastaj bëm edhe një fëmijë, prandaj tash unë që kur u kthem me Markon ke bërë një fëmijë, ke vajzë apo djalë? Po, vajzë edhe me... Je nëna e 3 vajzave. Vajzë të treja vajza, të treja. Je një nënë e lumtur, besoj. Kina me Markon, për shembull, ai banonte me tjemën me të motrën. Edhe këto kishin një çik, jo kishin shumë atë racizmin. E vërtet për shqiptarët. Shumë, edhe në atë kohë kam vujtur shumë sepse goca ime, unë kisha 3 vjet që nuk e shikoja Sarën, e kisha lënë te mami, e kisha vënë një gurë zemrës time se thosha unë pa bërë dokumentat nuk hiki më në Shqipëri që ta shikoj atë hikjen nga Sara që Sara qante mbrapa me e, kuptona? I vura një gurë zemrës time, thashon do muaj, derisa të arrit që ti bëj letrat, aty kur ti ke Shqipëri ti ki që ta marr Sarën. Jo që ta lej prapa atje, kuptona? Edhe kur erdhëm këtu neve, pati ishte diklindja Sarës, babi ime punonte mekanik në Porto kë, edhe ishin kamiona që nisnin nga Padova shkon atje. Edhe i pata filluar punën atëre, rrugën e parë i bleva vetëm Sarës gjëra. Edhe ja bote vjera në shtëpi. Ua, që ke bler? I thashon, se ka që dekon një shoku babit, i thashon me i quar për vajzën. Ua, i shkreti djalim, tani, mirë me Elisabetën që ke, po kemi edhe vajzën tjetër me majtur aty, edhe si më zhdukur vetja aty, E mirë, lindi Alesja, që e vogël Alesja, unë shkoja, se burim ka pas ditë ndërtimi, edhe shkoja punoja ndërtim prishte shtëpiat e vjetra ky, edhe mblidhnim pastronim pulla neve, edhe isnim. Kam punuar gjithë ditën nga mëngjesi deri në darket. E merja gocën e vogël, flinte gocja në boks, e merja aty, se jepja qumshë nga gjoksim, e gjithë ditën punoja. Kur erdhi Sara pasaj, se u rritëm familjen e morëm një shtëpi tjetër, edhe kur erdhi Sara, ç'a bëja? I lija vajzat me Markon, unë e natën shkoja punoja kapja pula natën. Që do me thanë, u fusja në një kapanon pulas aty që i kapni me dorë aty, që ngarkonim si për shembull që merja lekun, studioja natën që bëra patentën, edhe lekun si për shembull që mos ma përmante njeri që po mbante gocat. E kupton? Bravo. E që kisha edhe burin që mund të thosha për shembull, kam kusht më mban, mund të rija në shtëpi. Doja si për shembull që tisha krenare dhe për veten time, dhe sot kur e tregoj për shembull, kuptova? Asnjë nuk e beson. Asnjë nuk të beson se thotë, "Mama, ti ke punuar." Asnjë nuk ta beson. Por gjithsesi unë besoj që Marko ka qenë mbështetje për ty. Po, ka qenë shumë njeri mirë. Vetëm mbështetja e tij për shembull se kur e pata marrun këtë, nuk më tregoi të vërtetën si kishin plot probleme për shembull. Po thashëm nuk ka probleme, ai më mori me 2 fëmijë. Më nxori një se edhe atë që kam sot për shembull, edhe falenderoj edhe atit për shembull, kuptona? Po vetëm se kam pas shumë borxhe edhe nuk arrit të ndot me ndar problemet nga vëllezit, nga motra, nga ato. Po prapë jam mirënjohëse atit njeriu për shembull që në dita e parë.
Sa vite u bë që jeton me Markon? Atëre se unë tani me Marko në bëm gati 17 vjetë bashkë neve. 17 vjetë, se nuk bëhet jeta o deta për një copë bukë, për shumë me hëngër njeriu kështu nuk... Sa do mund t'jetë njeriu mirë, se unë nuk i ndaj kur, unë gjithmonë për shumë edhe shtëpinë, si që kam bërë kur unë ndava unë, shtëpia ishte në emrin tim, edhe jema vetë nuk e pranojnë shtëpi, thashon ti do ishte shtëpia ime, i thashon, se e kam në emrin tim unë, më të alëzirë për jashta. Unë nuk e kam bërë, sepse, tash më mori me 2 fëmijë. Papës fëmija është papa fëmijës time, pse mos të jeton aty? Se unë tani, shqipe që më ka bërë Zoti. Zoti më ka dhënë edhe një djalë mua, që nuk i kam bërë unë. Po kemi të birësuar, kuptona? E ke birësuar dhe një djalë? Ne kemi marrë, ka qënë 4 muaj ka qenë Alberto. Filloi goca ime e madhja, për shumë me bërë si ti babysitter. Edhe tham neve, hajde, kështu. E nuk e dinim historinë si ishte. Alberto ishte lindur nga një nënë rumene e baba vetë italian. Po kjo qa bëri, kjo e la në spital, nuk e donte ma. Edhe kishte marrë jati, po jati 60 vjeç, pa shtëpi, pa kapandi, pa asnjë lloj familje, kupton? Edhe kishte çuar Alberto një muaj me një familje, edhe gjetë me gocën time. Edhe unë vi nga puna e gjej Alberto në shtëpi. I tha shumë Elisabeta, po mami është ai zotëria ata që kalon gjithmonë përballë të shtëpia jote. E mirë, e morëm neve në krah Alberton andej këtej do i çonim në mëngjes në çerdhe, pastaj do i merrim ne kur vinte ky nga puna, do vinte. Ç'a bën pastaj? Ky vjen në orën 10 të darkës nga puna, ftohtë. Ishte muaji shtator-tetor. I thashun Adriana, i thashun le Alberton të rinë këtu, i thashun. Po nuk i ke problem, jo, i thashon ku janë këto gocat e mia, edhe Alberton, ky me zi priste që të gjente një familje që ta donte, po ne nuk e dinim situacioni si ishte. Mas 3 muajve kë nuk pagunte më të çerdhja, edhe më thojnë mua të çerdhja, më thojnë Anila, tha ne nuk mund ta mbajmë më ta. Thashun, më gjeti Belaja mirë kur isha unë për veten time, i thashun që isha pa dokumenta, pa shtuar dhe këtej. E mirë, më thrasi në komune, më thënë mua që nuk mund ta mbajmë më fëmin. Pse i thashun që mos ta mbajmë? Ajo tha se fëmia është kështu, aty pastaj e kuptuam neve. Edhe e na vun me një zgjidhje, o me mbajtur Alberton edhe me ndjekur rrugën e afidamento, se këtu quhet afidamento, ose me thënë nuk e du më, si më t'i thoshe që nuk e du më, ai shkete kur më shikonte mua më përqafonte edhe që nuk flinte gjithë natën në gjumë, se qa bëte, kur e vinim ne te krevati i Alesiës, aty, ai gjithë natën qante e bëte kokos kështu. Kur e merja unë të gjoksi, ta pyesësh edhe Markon të njëjtën gjë, edhe vjet të gjoksi, edhe pastaj kur shkop të tjene komunë që më shpjeguam se ishte problemi Albertos, edhe bëm vetëm 2 muhabete kemi bërë me Markon, ne i tham njëri tjetrit, kur kemi 3 për me mbajtur dhe një nuk si të për shumë, se me thëmë në italisht të vimë ndryshe, po në Shqipëri ku hajtë dhe 3. Nuk do t'ju varfëronte. Mra, edhe pastaj aty vazhduam gjithmonë edhe me afidamento dhe Albertos. Alberto sa vjeç është sot? Alberto i ka bërë me datë në 20 të djetën, i bërë 15 vjeç i bëri. Vazhdon jeton me ty? Po, bashk imi. Një nën që ke 3 vajza dhe një djalë. Edhe kam sjellë edhe në Shqipëri e kam sjellë edhe në Shqipëri. Edhe ta mejtë më në herë zotit të them, kem tjetoj vetëm, për shumë ti shikoj vetëm këta kalamajt. Nuk du gjë më të madhe për shumë se kaq. Por Marko jeton me ty aktualisht apo është larguar nga banesa? Jo, Marko banon te shtëpia ime, se u shkoj te shtëpia ime gjithmonë se kujdese për shkak se jo me pastruar, me mos me lënë, se kam edhe Alesia qëndroi me babën e vet aty. Edhe kam një raport për shkak ajo them ndonjëherë unë që në Shqipëri mungon edukata, edhe respekti për njëri tjetrin për shkak sepse do thua ti, edhe si kur janë familje, 2-3 familje, ju ndikon edhe nga ana ime. Pse? Që te martesa e parë, unë nuk kam shajtur asnjëherë, as vjerin, asnjë nga ata për shkak, kupton? Edhe unë kaloj sot e kësaj dite më respektojnë, shkoj e pije edhe kafe me kunatat e mia. Unë burrit tim nuk i kam thënë asnjëherë një plek për kalamajt.
nuk më ka thënë, buri parë, nuk më ka dhënë një 5 lekë mua për kalamajt. As nuk i kam kërkuar. Sepse kalamajt i bëra dhe unë vetë, ai t'ishte për me dash kalamajt punonte, po jo me lekun e prostituta për shembull, me mbajt fëmijët apo jo. Por vajzat nga martesa e parë sot kanë kontakte me babaj, sa i ka dal nga burgu. Po, gjithmonë, se tani ai erdhi u kthye në Shqipëri, u martua prap nuk i eci, ka ikur në Angli, nuk i ka ecur asnjë. Unë nuk i kam ndaluar kurrë vajzat e mia, kurrë asnjëherë. Asnjëherë si kam ndaluar. Unë mora dhe bëra festën e flamurit, se këtu ku jam unë për shembull, edhe thashun jam bez dëshmori, thashun. Jam nga të parat e shqiptarëve që jam këtu, i thashun. Edhe nga që më diqet e motra me përshëndetur gjithë njerëzit kush më kanë ndihmuar, kush më ka qenë më afër, për shembull për çdo lloj gjëre, e bëra një festë shqiptare këtu ku jam unë, edhe tira dhe ish kunatën time, sepse është e drejta edhe atyre, për shembull me pak ku janë edhe mesat sot, për shembull. Edhe këtë po të thosha, unë kur bëj diklinin e Albertos, unë e thrasë edhe babën e vetë, edhe ka pas edhe probleme nga këto, për shembull, asistjen sociale, sepse këto nuk doshin të kishin në raport me teatrin. Unë thosha, pse do ta ndaloj unë? Është i madh i Zot që ndalon për shembull diçka. Unë nuk ndaloj dot asnjëri. Unë kam shkuar përballë gjyqtarit, sepse kur ndron rezidencën këtu, ndron edhe Luzl. Edhe na thirrën nga Venecia, na çuan në Rovigo. Edhe shkuam atje. Ishin gjithë asistjen sociale këto ande këtim. Edhe bëri 2 vjet Alberto lart e poshtë nëpërmjet psikologës, se do të më thoshti mua si ka mundësi që Alberto nuk të kërkon që kush është mami ime. Kupton? Edhe i thashon sepse ne nuk i kemi dërguar asnjëherë Alberto në një moment për shkakun që thotë që kush janë prindërit e mi, për shkakun nuk i kemi dalluar kur nga vajzat tona, për shkakun kupton? E 2 vjet. Edhe ky rezultati gjyqtari e lexoi aty ditë. Më tha mua ka ardhur kjo. Mirë thashon, po ka vendosur tha që Alberto nuk kërkon asnjë lloj familjar, ju shikon ty dhe Markon tha si prind. I thashon këtë e dia, edhe gjyqtari më pyet, si ka mundësi që ti e din? Unë e di thashon sepse një nën kur nuk bën dallim te fëmijët e tjerë, i thashon, do thotë që gjithë fëmijët janë njësoj, i thashon. Edhe u çua ma ka puthur dorën gjyqtari. E dashur Anila, babai e takon Alberton. Po, edhe unë gjithë unë që kam hequr kur asnjëherë, e kam thirrë në ditëlindje, në çdo lloj feste që kam bërë, edhe pse edhe këtë. Baba vetë ka qenë edhe si tip barboni, për shembull, kupton? Se një njeri kur nuk ka familje, ne banonim në pjacë aty. Edhe ky çfarë bonte, binte ziles, edhe Alberto si me hyp fëmijë vogël te divani, për shembull, shkon e hapte derën. Edhe vinte orar pa orar. Edhe kur ishin Natale, Krishtlindje, unë s'kam qenë kurrë ndonjëherë se kemi bërë këto festat, për shembull, ne vetëm vitin e ri e kemi pas. Unë nga këto mësova për shembull që Natale, Krishtlindje me gjithë bashkë. Edhe ky binte ziles edhe vinte. Ata po hani drekon, e thosha, hajde ulu edhe ti me neve, i thosha, gocat e mia, u çoni, jo ne nuk ulemi atë. Thash gocave, juve u rritët, i thashon. Po në këtë lloj gjë, keni qenë edhe juve kur keni qenë të vogla. Edhe i dhash edhe vetes time një vendim, thashon, vajzat e mia u rritën, dashurinë time e morën. Alberto kishte më nevojë se vajzat e mia. Kishte më nevojë. Edhe u larguan vajzat e mia për 1 vit, 2 vit, sepse shikonin Adriano, kështu andaj këtej nuk i pëlqente. Po pastaj arritën që menduan edhe ato kur u bën, e mendovi çfarë do thotë dhe tani janë gjithë bashkë janë. E dashur Anila, do të bëj pyetjen e fundit për Alberton. Nëna e tij nuk u interesua kur? Jo. Edhe është këtu ajo, nuk intereson. Ai që themon e di që themon, unë njëherë, kur shkoj që fli gjumë, kur ishte Alberto për shembull se e njifja kush është, e njoh kush është, edhe ai më shtrëngon, mami erdhi ti nga puna, më shtrëngon. Mua më vjen një dhimbje, themon, sikur unë po e mashtroj këtë fëmijën, për shembull se ai po më shikon si nëna vet, për shembull, edhe unë që di që nuk jam, edhe më duket vetja sikur po e mashtroj. E dashur Anila, më tregove historinë e jetës tënde, sakrificat e tua, vërtet je një grua heroin, Zoti ta bëft të dritë dhe qofsh nëna më e lumtur. Dua ta mbyllim me një mesazh për të gjitha gratë, të cilat ti ke ndjekur shumë histori që kanë qenë me mua në live dhe
janë përballur me probleme nga të mëdhaja, janë dorëzuar, ndoshta kanë përfunduar në rrugë jo fort të mirë. Kush është mesazhi që do t'i jepi si një emigrante që ke përballuar e vetme ke çar rrugët? Atëre, një mesazh që mund t'i them gjitha grave, për shembull, ose nëna, se jemi nëna, vajza, çdo lloj gjë. Ne kemi një forcë brenda, kur një nën lind një fëmijë, nuk ka forcë më të madhe. Edhe gjithë nëna, gjithë vajzat, këtë forcën mos ta humbin kurrë. Mos ta humbin kurrë çdo lloj vështirësie. Çdo lloj vështirësie, mos ta humbin. Të mendojnë vetëm për shembull forcën që ka një nën për një fëmijë. Kjo t'jep pa të hap çdo lloj rruge të hap. Kushdo mund t'ja dali. Gjithë, se ja dola unë që erdha pas një njeri, nuk di as gjuhën, as i gjë, edhe ja ku i. Margarita sa mund t'jap edhe dashurive për Alberton. Unë e kuptova qartë zemrën tënde, që kur ma tregove gjithë të histori. E dashur Anila, të përqafoj, të puth nga Tirana dhe faleminderit që isha sot me ty. Faleminderit. Gjithë mira, mirupafshim, e kalofshit mirë. Ndihmon sa më shumë gra se kam shumë nevojë. Mundohem që zëri tyre të dëgjohet. Mirupafshim. Okej. Gjithë mira, mirupafshim. Mirë të dashur miq, dëgjuam sot këtë histori frymëzuese. Një nën e cila tregoi gjithë sakrificat e saj dhe mundi t'ja dilte dhe duke qartë një çame, një grua e fortë dhe urojmë Anilës më të mirat dhe fëmijëve të saj të kenë më të mirat në këtë jetë. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori reale, histori shqiptare që vijnë nga diaspora, kudo ku ka emigrant shqiptar. Faleminderit që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i, takohemi nesër. Mirupafshim.